Shikues të Off the Record, mirëmbrëma. Si sot një javë, partitë politike do të çelin zyrtarisht fushatët elektorale skaj më skaj, në çdo rrugë, në çdo lagje, në çdo like, në çdo share, sa në Facebook, po aq edhe në Instagram, a në TikTok-un e bllokuar pjesërisht. Partitë politike kanë prezantuar programet e flasin për atë që i konsiderojnë fytyra të reja në listat e tyre. Na prezantojnë me profesionist, njerëz nga shoqëria civile, të shkolluar brenda aq edhe jashtë vendit. Ca me idealizëm, të tjerë me ambicie për të bërë ndryshimin e madh, atë që thonë se e duan edhe shqiptarët po e presin. Por a do të jenë pjesë e vendimarrjes apo thjesht një dekor elektoral? Si do të jetë kjo fushatë elektorale dhe çfarë rezultati do të prodhojë 11 maj? Këto do të diskutojmë në pjesën e dytë të programit. Ndërkohë në krye të emisionit do të jemi me Belind Këlliçin, drejtuesin politik të Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës. Çfarë pret Selia Blu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? A do të hiqet non grata para zgjedhjeve për Sali Berishën? Cili është roli strategut amerikan? Këto dhe shumë të tjera i diskutojmë mbrëmjen e sotme me Belind Këlliçin. Një inserti i parë dhe rikthehemi në studio. Partia Demokratike e Shqipërisë e ka mision ekzistencial betejën për rikthimin e drejtësisë së munguar, si një shpagim për kurrizin e dërmuar të shqiptarëve, për denigrimin dhe shpopullimin e Shqipërisë sonë. Që janë këta bamirës, që shpenzojnë me qindra mijëra dollar për dhuratat dhe qefet e Edi Ramës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi këto janë vetëm disa nga aktivitetet që janë mundur të zbulohen nga opozita dhe Partia Demokratike. Edi Rama ngre dolli me eksponent të krimit organizuar me Romane Konti, një tek autokrati që kushton sa 200 pensione mujore të njerëzve që ky narko kryeministër u ka vjedhur mundin e u ka nëpërkëmbur dinjitetin.